Ju ngjatjeta uroj t'jeni mirë dashur miq, ndërkohë që në Hag është duke u pritur që të mbaj fjalimin e tij dhe deklaratën e tij të fundit, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi për çështjen e gjyqit të famshëm, gjyqit famkeq të Hagës, ku është kërkuar 45 vite burgim për secilin prej tyre. Aleksandar Vučić ka ndezur një fitil tjetër përplasje nga India këtë herë, ka tentuar të ndezë Ballkanin, por kjo tregon dëshpërimin e tij të madh dhe se fundi i tij është afër. Fundi i makinerisë së propagandës së Miloševićit është shumë afër, por edhe i shokëve dhe i aleatëve të tij në Ballkan. Kjo e ka angazhuar Vučićin që të shkojë tek një vend i BRICS-it dhe të bëjë një deklaratë të tmerrshme nga atje. Ai synon të mobilizojë brenda në Serbi të gjitha energjitë që e mbajnë atë në këmbë, shërbimet sekrete, kishën serbe, dhe ka thënë se po hidhet para e madhe nga jashtë për të shkatëruar gjithçka moderne, gjithçka progresiste, gjithçka që quhet zhvillim, emancipim, për të më shkatëruar mua, për të shkatëruar Serbin dhe për të shkatëruar kishën serbe. Në fakt, kjo deklarat e tij nuk meriton asnjë lloj analize, por ne do të kuptojmë çfarë është duke bërë dhe çfarë po gatuan Serbia në këtë moment, përse është duke tentuar të ndezë fitilin e një përplasje e dëshpëruar, sepse nuk ka fuqi Vučić, e di që nuk ka fuqi as të ndezë luftë, as të përballet, as të ndezë fitilin e një zjarri të cilin ai nuk e ndalon dot. Do të përpiqemi të kuptojmë shumë shkurt se përse Aleksandar Vučić, çfarë po luan ai, në mënyrë që të kuptojmë interesat tona kombëtare dhe një qasje të shkurtër shumë shpejt kam sot se përse fillimisht Aleksandar Vučići është tepër i shqetësuar, përse po e ndjen ai fundin, si po e ndjen fundin edhe shokët e tij në Tiranë, si po i shëmbet çatia mbi kokë dhe si duhet jemi ne shqiptarët gati për të kuptuar këtë moment të rrezikshëm dhe delikat në cilin po kalon Ballkani dhe fatet tona këtu në përgjithësi. Ajo që është duke ndodhur është, le të shohim një lëvizje e dëshpëruar e Vučićit dhe pasi të përfundojmë lëvizjen e dëshpëruar të Vučićit, kam dëshirë të përcjell një mesazh për vëllezërit në Kosovë. Konflikti dhe përplasja me Kurtin nuk është e duhura zonja Osmani. Në këtë moment nuk duhet të përplaseni me zotin Kurti, mos bini në këtë kurth. Presidente, ju zgjedh populli, ju zgjedh fama, ju zgjedhin qëndrimet që mbani ndaj Kosovës dhe ndaj Shqipërisë. Nuk është ky momenti, zonja Osmani, që të përplaseni me zotin Kurtin, në qoftë se e keni çuar dhe për zotin Kurti gjithashtu. Nuk është ky momenti që të hyni në linjë përplasje me Vjosa Osmani. Sigurisht Vjosa synon të marrë një mandat të dytë për presidente. Këtë do ta vendos politika, ka nevojë edhe për Kurtin, por me sa duket zonja Osmani nuk i beson më Kurtit tashmë dhe është hedhur tek krau tjetër për të luetur një dopjo lojë me shpresën që do t'i duhen edhe votat e PDK-s apo të Hashim Thaçit, përndryshe nuk përfiturohej që ajo të shkonte dhe të dilte në protest në mbrojtje të Hashim Thaçit. Gjithsesi, kjo është për në fund. Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, ka deklaruar tek një nga vendet e BRICS-it në Indi. India po përpiqet që të jetë lojtar i ndërmjetëm, po luan edhe ajo fort për të qenë një fuqi globale. 1, për të rivalizuar Kinën, 2, për të shndërruar në një Kinë të dytë në atë pjesë të botës për llogari gjeopolitike të cilat e ngren New Delhin në lojtar me fuqi globale. Por Aleksandar Vučići ka dhënë një deklaratë për televizionin Pink në New Delhi dhe ka thënë se 18 vite më vonë, sot pra me rastin e pavarësisë së Kosovës, 18 vite më vonë shihen qartë pasojat katastrofike të vendimeve të gabuara
të fuqive perëndimore 1999-2008, jo vetëm për Serbinë, por edhe për rajonin dhe për Europën dhe për botën. Pra, nxënësi i Miloševićit, ky njeri i cili duket qartë që është i etur për gjak, për vrasje dhe nuk është ngopur me makinerinë e profesorit të tij, Milošević 91-2000 nga Bosnja e deri në Kosovë, por duket qartë që vjen për të përcjell mesazhe se kutia e Pandorës së drejtësisë është hapur tashmë, sipas transmetimit që bën Anadolu Agency e Turqisë. Vučići ka thënë se është hapur kutia e Pandorës së padrejtësisë. Çfarë synon Vučići? Do të thotë që rendin botëror nuk e goditi Rusia në 24 shkurtin e 2022 në Ukrainë, por rendin botëror e thyu Amerika kur erdhi dhe çliroi Kosovën nga makineria vrasëse e Serbisë. Sigurisht, deklarata të tilla psikopateske nuk tregojnë vetëm thellësinë kriminale të Aleksandar Vučićit dhe të subkonsciencës kriminale të genit të tij të mendimit dhe të intelektit dhe të pozicionimit politik, por tregojnë disa lëvizje të reja dëshpëruese që po i bën Vučići sot në tentativë të fundit për të shpëtuar veten e tij, për të mobilizuar nacionalistët brenda dhe për të mobilizuar edhe kishën serbe e cila ka influencë të madhe në deep state-in apo në atë që quhet shteti i thellë i Serbisë. Aleksandar Vučić ka shkuar për t'i thënë botës nga një vend i BRICS-it që nuk jemi ne që e thyem rendin botëror, nuk jemi ne që po e prishim rendin botëror, por rendin botëror e ka prish Amerika. Aleanca ushtarake Zagreb-Prishtinë nuk është rastësi, ka thënë Putini, pra po bëhemi gati ne shqiptarët, kosovarët dhe kroatët, po bëhemi gati që të sulmojmë Serbinë, ndaj dhe ky është i detyruar që të bëhet gati të armatoset dhe të shpëtoj Serbinë nga ky komplot i madh shqiptaro-kroat ndërmjet Aleanca ushtarake ndërmjet Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë. Çfarë synon Kodoshi i Beogradit bashkë me shokët e tij në Tiranë? Po luajnë një lojë të ndarë në një skemë dyshe. Njëri luan në një drejtim, tjetri luan në një drejtim, por qëllimi është i përbashkët, që Vučići dhe Rama të vazhdojnë të mbeten padronët e Ballkanit dhe të dy të jenë konfiguruesit e lojës gjeopolitike në Ballkan. Rama do të tentojë të shkojë në bordin e paqes si një tentativë e dëshpëruar prej tij për të blerë mbështetjen e administratës Trump, por nuk do t'ia dalë, është e pa diskutueshme, dhe nga ana tjetër Vučići përveç se po i thot perëndimit që unë po ju deklaroj hapur se i kam kuptuar planet tuaja për komplot dhe aleancën ushtarake shqiptaro-kroate për të më goditur mua dhe për të më rënuar mua, Vučići tenton që t'i bëj Putinit një ftesë të fundit të dëshpëruar që unë po dal në mbrojtjen tënde, sepse duke hedhur këto teza, Vučići të kërkon të delegjitimoj Kosovën dhe pavarësinë e Kosovës. Ndaj, përveç delegjitimimit të pavarësisë së Kosovës, Aleksandar Vučići tenton të mobilizojë perëndimin me këto deklarata idiote për të thënë atyre që unë do të bëj presion dhe do të ngacmoj nervin nacionalist nëse më nxirrni nga loja, unë kam mundësi të hap kutinë e Pandorës, por është duke i thënë edhe Putinit gjithashtu, Vladimir Putin, duke qenë që unë po të dalë në mbrojtje hapur dhe unë po i them të gjithë botës që nuk është Rusia ajo që e ka prishur rendin botëror apo ajo që po e kërcënon, por është perëndimi, është NATO-ja, është Kosova. Të lutem, nëse ke bërë një marrëveshje me Donald Trumpin për Ukrainën, të lutem më fut dhe mua në një paketë. Pra, Vučići po përcjell mesazhin e Ballkanit. Ballkanit ka
dy lojtarë kryesor ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve është Kosovë, Shqipëria dhe Serbia, të paktën sa i përket raporteve shqiptaro-serbe, që diktojnë në mënyrë të drejtë për drejtë stabilitetin e Ballkanit. Ka dhe lojtarë të tjerë sigurisht, por këto janë kyçi. Ndaj po luajnë një lojë dyshe. I pari këtu në Tiranë ka zbritur nga varka e Europës, po shkon tek Trumpi për të bërë lëvizjen e tij të fundit dëshpëruese që ta shpëtojnë, ndërsa shoku i tij dhe vllai i tij në Serbi, Aleksandar Vučić, ka shkuar për t'i thënë Vladimir Putinit, në qoftë se je duke u marrë vesh me Trumpin për të ndarë zonat e influencës në rendin e ri botëror, të lutem mos më braktis. Ndaj, unë po bëj një luftë për ty. Ndaj po i them perëndimit nga New Delhi që nuk është Putini ai që ka shkelur ligjin ndërkombëtar në Ukrainë, por jeni ju që e shkelët ligjin, jeni ju pra perëndimi që e shkelët ligjin në 2008 kur shliruat kur i dha pavarësinë Kosovës. Pra, sot zoti Putin ka të drejtë të bëjë çfarë të dojë sipas zotit Vučić. Zoti Vučić i thot zotit Putin, shikoni, unë po shtrihem barkas, po bëj gjithçka ndaj kur të bësh marrëveshje për Ukrainën, mos e lër Ballkanin në dorë të shqiptarëve. Ky ishte mesazhi i Vučićit. Dhe Rama po shkon tek Trumpi, Vučići po shkon tek Putini. Kuptoni lojën si po ndahet. Dhe të dy po luajnë kartat e tyre të fundit, sepse edhe Vučići e di që është i mbaruar dhe Rama e di që është i mbaruar. Rama ka një rol për ta kryer, për momentin është shumë i përkohshëm. Roli i tij është mbaj stabile Shqipërinë derisa të përfundojnë llogaritë e Washingtonit çfarë do të ndodhë këtu. Megjithatë, ky intubim që mund t'i jap Trump për nevojat e gjeopolitikës amerikane, Edi Ramës në një kohë shumë të vogël dhe të përkohshme, nuk e shpëton dot Edi Ramën këtu, as Vučićin i cili ka nxjerr thonjtë e tij dhe po klith nga New Delhi duke i thënë Rusisë bëni çfarë të doni tashmë, sepse rendi botëror e ka shembur perëndimi kur u çlirua Kosova. Ky qen Birqeni, që është nxënës i Miloševićit, nuk flet për masakrat e 1878-s, në Nish nuk flet për masakrat që ka bërë makineria serbe në vitet 1912-1913, pastrimin etnik dhe vrasjet gjenocidale në luginën e Preshevës në Sanxhak në Kosovë, 1912-1913, dhe nuk tregon ky vrasës i lindur në nostalgjinë dhe në subkushiencën e tij. Nuk guxon dhe nuk harron të thotë banorëve të botës dhe politikës ndërkombëtare se nga shpatet e Rusisë dhe të Kaukazit nuk zbritën shqiptarët, zbritën serbët. Ju Dardhanin e gjetët aty, Kosovën e gjetët aty, shqiptarët ishin aty, ishin në trojet e veta, erdhët, i vrat, i masakrut, filluat kur mundët dhe mbaruan atëherë kur nuk ju lanë. Sepse do të vazhdoshit dhe do ta ushtronit me përpikmëri dhe me etje të madhe genetikën tuaj kriminale, të trashëguar edhe në gene, por të trashëguar edhe tek subkonscienca dhe ngarkesat politike. Ndaj, Vučići harron të thotë shqiptarëve, botës, indis, indianëve, kinezëve, rusëve, amerikanëve dhe perëndimit, që nuk harrohen o nxënësi Miloševićit, kriminalit Milošević, nuk harrohen krimet që keni bërë në Tivaren, Ulqin, në Nish, në Sanxhak, në Lugin, në Kosovë, dhe nuk harrohet kur nga keni origjinën ju dhe të gjithë kriminalet që erdhën dhe ushtruan gjenocid. Ju ishit ata që i shpallët luftë Slovenisë, ju ishit ata që i shpallët luftë Kroacisë, ju ishit ata që i shpallët luftë popullit shqiptar në Kosovë, askush nuk e ka sulmuar Serbinë, ju keni sulmuar të gjithë popujt e tjerë të Ballkanit. Ndaj, nxënësi me
ëndra kriminale i Miloševićit duhet stopoj së mashtruari ku do të qenë, por le të mashtroj sepse janë grahmat e tij të fundit dhe pjesa më e madhe e dëshpërimit të tij, sepse edhe atij, edhe shokëve, vëllezërve të tij këtu në Tiranë është duke i ardhur fundi. Duke i dhënë Vučići leje apo duke i treguar Rusisë që unë po përpiqem të legjitimoj se ju si Rusi tashmë mund të bëni çfarë të doni sepse nuk jeni ju që e keni shembur rendin botror, por e ka shembur Perëndimi, synon që të marrë një bilet të fundit dhe një mbrojtje të fundit, por nuk e merr dot sepse Putini, nëse bie dakord me Trumpin për Ukrainën, ajo do të jetë një marrëveshje e madhe, ku nuk do të jetë jashtëtërsisht edhe Europa, jam i sigurt për këtë, dhe është e sigurt që një krijesë anti njerëzore siç është Vučići, një krijesë me prirje të theksuara kriminale, si nxënësi Miloševićit që është, me mashtrimet dhe trillimet që bën kundër të gjitha fakteve historike, kundër të gjithë të drejtës ndërkombëtare, kundër të gjithë të drejtës popullit shqiptar në Kosovë për të jetuar në trojet e veta, me gjithë mashtrimin, me gjithë spastrimin etnik që kanë bërë, me gjithë luftën, me gjithë krimet që kanë ndërthurur dhe projektuar, ata synojnë ende të kenë një shpresë të fundit, duke përfituar nga momenti global në të cilin po bie rendi i vjetër botror dhe po ndërtohet rendi i ri botror. Në fakt, të fuqishmit e botës e ndanë me shpatë dhe me zjarr shapin nga sheqeri dhe Serbia synon pra që të bëhet viktim e padrejtësisë. Vučići synon të tregojë në New Delhi përpara antarëve të BRICS-it se është vend që po i bëhet padrejtësi, don të tregojë që imperializmi perëndimor dhe perëndimi është një perëndim barbar i cili e ka shndërruar Serbinë në viktim, dhe Vučići është një mbrojtës i sovranitetit të Serbisë, të kishës serbe, të shtetit të thellë dhe të krenarisë së madhe serbe, të mbrojtjes së Kosovo Metohijës, ëndrat dhe prallat e Miloševićit. Pra, ky është i njëjti person i cili vjen nga shkolla e Miloševićit, ku zjarri dhe shpata ishin ato politika shtetërore në Kosovë dhe në Bosnjë që i vunë flakën dhe vranë dhe masakruan 8.000 njerëz vetëm brenda një ditë në Srebrenicë, përveç masakrave të tjera në Ballkan. Pretendimi i Vučićit se ka një aleancë të re ushtarake Shqipëri-Kosovë-Zagreb dhe duke i hiperbolizuar rolin e kësaj aleance, synon të mobilizojë aleatët e Serbisë që të vazhdojnë dhe të justifikojnë projektin e armatimit të Serbisë dhe projektin e bërjes gati për urdhrat e lojtarëve dhe palëve të treta, të cilat mund të kërkojnë të destabilizojnë Ballkanin nëpërmjet Vučićit, por i kanë rënë dhëmbët, nuk guxon sepse nuk ka fuqi ta bëjë, por është duke bërë klithmat e fundit, siç po bën edhe regjimi i Tiranës. Ndaj, Vučići ka tentuar dje të ndërtojë një armik artificial në New Delhi, duke i treguar pra se Shqipëria po përgatitet për luftë, Kroacia po rikthehet si në vitin 1995, Kosova është një bazë e NATO-s kundër Serbisë dhe në realitet në fakt nuk ka një aleancë të tillë. Aleanca ushtarake ndërmjet Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë është një bashkëpunim normal për sigurinë rajonale, është koordinim rajonal për sigurinë dhe gjeopolitikën dhe është komplet i koordinuar nga NATO-ja. Ndaj, Vučići tenton ta paraqesë si një komplot ushtarak kundër Serbisë në mënyrë që të justifikojë militarizimin, armatosjen dhe retorikën e frikës. Ai don ta mbajë popullin serb në frikë në mënyrë që të justifikojë ekzistencën e vet. Ndaj vazhdimisht flet, siç foli edhe në Indi, për parat e mëdha që po hidhen nga armiqt e Serbisë për të rrëzuar regjimin e Aleksandar Vučićit në Serbi.
Kjo është një retorik që e bën vazhdimisht Putini, e bën Lukashenko, e bën Vučići, e bëjnë të gjithë në momentin që i afrohet rënja, ata synojnë vazhdimisht që të shpallin dhe të nxjerrin armikun e jashtëm. Pra, protestat nuk janë të popullit serb, synon të thotë Vučići shokëve të tij tek BRICS-i, por janë disa dele që i paguan CIA amerikane për t'i bërë grusht shteti këtij llumi që drejton popullin e Serbisë. Në fakt, protestat nisën nga tragjedia e Novi Sadit dhe vazhduan sepse populli serb e ka kuptuar që ai është vetëm një hajdut, është vetëm një i korruptuar që nuk ka lidhje as me interesat e popullit serb, as me stabilitetin, as me paqen e Ballkanit, por lëviz me direktivat e Aleksandar Vulinit dhe të shërbimeve të tjera serbe, të cilat kanë një synim të vetëm që është ëndra serbo-madhe, krijimi i hegemonisë serbe në Ballkan dhe projektimi, ndërtimi i botës serbe. Pra, mos kërkoni drejtësi për atyre që protestojnë, por të gjithë këta janë agent të huaj, siç thotë edhe Tirana këtu. Ndaj, ai synon t'i paraqes protestuesit në Serbi si dele, si njerëz primitiv, si armiq të progresit dhe si shërbëtor të CIA-s. Ndaj tenton pra të fsheh sekretin e vërtet që fshihet pas tij. Çfarë do thellësisht Vučići me këto deklarata që i bën nga India? Synon të bëj mobilizim nacionalist, pra Kosova është plaga jonë e hapur dhe duhet të bashkojmë gjithë Serbinë rreth Vučićit sepse ai do shpëtoj Kosovën të harroj, sepse Kosova nuk është më në dorën e atij dhe as të makinerisë kriminale. Synon të bëj një shpëtim, nga kriza e brendshme që ka kapur Serbinë. Ndaj, kur kemi kërcënime të jashtme, ai synon të forcojë dhe të marrë kontrollin e plotë mbi policinë, mbi shërbimet sekrete dhe të tentojë të shtyp opozitën brenda në Beograd. E vërteta e dhimbshme e këtij qëndrimi psikopatesk që synon të ndez Ballkanin nga Aleksandar Vučići në Indi është një deklaratë e dëshpëruar e cila ka synim t'i thotë gjithë botës Kosova nuk është shtet, por është faji më i madh që ka bërë Perëndimi. Serbia është viktima e madhe e kësaj bote. Shqiptarët janë duke krijuar aleancë dhe do të ndezin luftë kundër Serbisë për të shndërruar në viktimë. Protestat kundër Vučićit janë agent të CIA-s dhe të infiltruar nga jashtë që synojnë ta rrezojnë atë, ndërsa ai është mbrojtësi i qytetërimit serb dhe i Beogradit. Ndaj, kjo është propaganda që ai bëri atje. Tashmë, përpara se ta mbyll në dritën e këtyre zhvillimeve, shoh një tentativë për përplasje apo një fërkim të panevojshëm ndërmjet Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit në Prishtinë. Miqësisht, si një ndjekës i imët i zhvillimeve ndërkombëtare dhe i zhvillimeve gjeopolitike, e këshilloj zonjën Osmanit që të mos krijoj konflikte të panevojshme brenda, sepse legitimitetin, karizmën, pushtetin, ngritjen në detyrë, qëndrimin si presidente për një mandat të dytë në Kosovë, ju e dini mirë që e përcakton qëndrimet tuaja ndaj Kosovës, ndaj popullit shqiptar atje, qëndrimet tuaja dhe karizma juaj politike, qëndrimet tuaja politike nuk e përcakton as Edi Rama në Tiranë, as Hashim Thaçi, as Partia Demokratike. Sigurisht që ju mund të keni nevojë për votat e PD-s dhe të Thaçit, ju mund të keni nevojë për votat e partive të tjera, por unë nuk do ta rekomandoja zonjës Osmani që të shkojë në përplasje me zotin Kurti në këtë moment, por mendoj dhe shpresoj që bashkëpunimi të jetë gjuha e përshtatshme, sepse ajo që e pret rajonin në ditët në vijim është shumë më e madhe se sa të gjithë. Mos e hani karremin e përçarjes dhe të ndarjes,
e di që ka rivalitete normale, e di që Vjosa po tenton her pas here ta anashkaloj Albinin, e di që Vjosa po tenton her pas here t'i jap Albinit të kuptoj që unë nuk jam në komandën tënde, po tenton t'i thot Albinit që ti nuk ke mundësi të vendosësh për fatin tim, sepse unë po luaj më shumë se sa një lojë. Tentoj edhe në Davos që të ndërtoj dritë hije mbi Albinin duke shkuar pa një koordinim të mirëfill, por sipas informacioneve që kemi nga Prishtina është dashur që zonja Osmani të konsultohet me Albinin për bordin e paqes, pavarësisht se cili mund të jetë mendimi i zotit Kurti apo i zonjës Osmani. Unë mendoj që zonja Osmani është dashur të koordinohet me Albin Kurtin edhe në Davos, edhe tani në vizitën për bordin e paqes. Përndryshe, çdo përplasje midis zonjës Osmani dhe zotit Kurti është në dëm të Kosovës dhe të çështjes shqiptare në përgjithësi. Edi Rama me lojtarët e tij në Prishtinë dhe me aleancat që po ndërton, po tenton që ta krijoj artificialisht një përplasje ndërmjet zonjës Osmani dhe zotit Kurti. Mendoj zonja Osmani se ju do t'jeni ajo që humbet më shumë në këtë përplasje. Pra mund ta dëmtoni Kurtin, por ju do të humbisni më shumë. Kjo është këshill dashamirëse nga një njohës i imët se çfarë gatuhet në kulisa, po doni e merrni, po doni mos e merrni, por unë e kam detyrë shpirtërore, vllazërore, kombëtare, politike t'ju kujtoj. Mos bini në grackën e përplasjes Kurti dhe Osmani. Është gabim dhe Vjosa, zonja Osmani mos e anashkalo Kurtin sepse nuk e mban dot e vetme lojën. Nuk e ke peshën për ta rrëzuar dhe për ta injoruar Kurtin. Po t'i them gjërat troç, më vjen keq që jam i detyruar her pas here t'i them gjërat hapur, pa doreza, por kjo vjen në shenjë dashamirësie, respekti për ju, për Kosovën dhe për popullin e Kosovës, për vllaznin ton atje. Është vetëm këshill dashamirëse. Ju e dini vetë se çfarë bëni, i dini vetë punët tuaja. Ky është një qëndrim dhe një këshill e imja, të cilën ju lutem, studiojeni mirë, sepse çdo gërm që kam thënë është shumë precize. Nuk e tejkalon dot zotin Kurti dhe zoti Kurti nuk është në interesin e tij të përplaset me Vjosën në këtë moment delikat. Koordinoni me njëri tjetrin, mos injoroni njëri tjetrin, deri kur të vi koha e presidentes apo e presidentit do të kenë patur zhvillime të mëdha të tjera, të cilat do të përcaktojnë lojën. Kaq për momentin, pjesa tjetër e zhvillimeve ju e dini si gjithmonë vjen në numrin e ardhshëm. Shpresoj në mbrëmje do të kemi një tërmet të madh me zhvillime të tjera jashtëzakonisht të rëndësishme, të cilat ju dhe të gjithë shqiptarët duhet t'i dinë. Mirë dëgjofshi.